të cilën jemi. Po? Tani sikur se ju thash, pra ne e kemi adresuar këtë çështje në gjykatë kushtetuese. Kjo është rruga përpara, presim që ta shqyrtojmë me prioritet dhe ne besojmë e presim që përgjigjja të jetë në favor të kërkesës. Edhe një pyetje të fundit, në rast se gjykata kushtetuese thosë nuk vazhdohet me 60 ditë. A jeni të gatshëm me vazhdu diskutimet me partitë e tjera, me sa ti kanë vetë dhe janë më shumë se 30 në shkrimet që nuk janë dhënë, ndoshta me dalë edhe një kandidat të re, ndoshta konsensual? E bëjmë të qartë edhe një herë. Kryeministri Kurti ka takuar liderët e dy partive të PDK-s dhe të LDK-s. Ka ofruar gatishmërinë e tij për të diskutuar dhe për të gjetur një kandidat konsensual. Ka ofruar mbështetjen e grupit parlamentar të lëvizjes Vetëvendosje, gjithsesi deputetëve të lëvizjes Vetëvendosje, që të japim 20 nënshkrime për kandidatin që do të propozoj Lidhja Demokratike e Kosovës dhe po ashtu kemi qenë të gatshëm të japim 10 nënshkrime për kandidatin që do të propozonte PDK-ja. Kemi nominuar çdje zotin Konjufsa dhe kemi lënë hapësirë që dy parti tjera më të mëdha opozitare të nominojnë një kandidat të tyre ose dy kandidat veç secila prej tyre edhe me mbështetjen e votave tona. Pra, kemi bërë gjithçka që është në kompetencën dhe në përgjegjësitë tona që vendin të mos e çojmë në zgjedhje të reja. Por, përkundër që ne i kemi 51%, 66 deputet bashkë me partnerët tonë, ne nuk i kemi 80 deputet të cilët kanë qenë të nevojshëm. Në këtë linjë kemi mbështetur edhe propozimet për amandamentimin e kushtetutës, amandamentimin që e propozoi presidentja Osmani në mënyrë që të japim mundësinë që vendi të ketë një president apo presidente që zgjidhet direkt nga qytetarët pikërisht për këtë arsye, pra që të shmangen bllokadat e tilla, që të shmangen marrëveshjet të cilat, siç i kemi parë në të kaluarën, nuk kanë qenë parimore dhe të pamundsohet që për shkak të bllokadës së partive politike vendi të shkojë në zgjedhje. Por ka mungu vullneti dhe vendimet, veprimet e PDK-s dhe LDK-s. Në këtë drejtim, vendimi, veprimi i radhës nga ana jonë është i drejtohemi gjykatës kushtetuese dhe ne besojmë edhe presim që në vazhdimsi të aktgjykimit që tashmë e ka nxjerrë gjykata kushtetuese ku tregon obligimin e deputetëve për të qëndruar në sallë për të marrë pjesë në votim, të shqyrtojnë edhe kërkesën tonë. Po e fundit lutem.